kompanitë rajonale të ujit në raport me konsumatorët janë përgjithëse të mirëmbajnë rrjetin e ujësjellësit deri në kufirin e pronës suaj, të ju ofrojnë shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit me cilësinë e ujit sipas standardeve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të ju njoftojnë për ndërprerje të shërbimeve të ujësjellësit në rastet e punimeve 48 orë më herët, për rastet kur afektohen më shumë se 50 konsumator, të ju njoftojnë për kufizimin e përdorimit të ujit në afatjen kohor prej 5 ditë pune, të bëjnë leximin e ujmatësit tuaj së paku një herë në 3 muaj, të ju dërgojnë faturat për shërbimet të ujësjellësit dhe kanalizimit çdo muaj, të ju ofrojnë historinë e llogarisë suaj për një periudhë kohore deri në 5 vitet e fundit, nëse kjo kërkohet nga ju. Të bëjmë verifikimin e saktësisë së matjes të ujmatësit me kërkesën tuaj brenda 20 ditëve të punës dhe të paktën një herë brenda 5 vitesh. Të vendosim për kërkesën tuaj për lidhje të re në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit brenda 10 ditëve të punës. Të kryen lidhje në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit brenda 20 ditëve të punës, pasi ju ta keni kryer pagesën për lidhje të re. Të shqyrtojmë problemin tuaj që ka të bëjë me cilësinë e ujit ose mungesën e ujit brenda 6 orëve nga momenti që ju e raportoni.